Abuzime në doganën e Kapshtitës procedohen penalisht 6 zyrtarë zbardhen akuzat. Policia e Korçës ka zbuluar një rast abuzimi në doganën e Kapshtitës, ku 6 zyrtar doganor, përfshirë drejtorin e hetimit doganor dhe disa specialistë janë proceduar penalisht për veprën penale shpërdorim i detyrës. Sipas hetimeve paraprake në 15 prill 2025, këta zyrtar dyshohet se kanë lejuar kalimin e një kamioni me mallra ushqimor pa ndjekur procedurat përkatëse, duke përdorur dokumenta të dyshuara si të falsifikuara. Mëtej, pavarësisht njoftimit për shkeljen, drejtuesit e hetimit doganor kanë vonuar raportimin tek autoritetet kompetente për më shumë se 15 orë, duke penguar rrjedhën e hetimeve. Materialet janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme. Njoftimi i policisë, DVP Korçë, shpërdoruan detyrën dhe falsifikuan dokumentat e regjistrimit të një ngarkese me mallra ushqimore, procedohen penalisht 3 doganier në doganën e Kapshtitës. Procedohen penalisht drejtori i hetimit doganor në drejtorinë e përgjithshme të doganave dhe 2 specialistë për hetimin doganor, pasi nuk njoftuan organet kompetente, duke sjellë pasoja të rënda për hetimin e rastit. Specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Korçë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorim i detyrës ndaj shtetasve: VT 49 vjeç banues në Korçë, EG 45 vjeç banues në Tiranë, AE 39 vjeç banuese në Korçë. Procedimi penal filloi pasi këta shtetas me detyrë doganier në doganën e Kapshtitës dyshohet se në datë 15/4/2025 nuk kanë kryer praktika doganore për kalimin e një kamioni që transportonte mallra ushqimor, duke regjistruar këtë ngarkesë me dokumenta të dyshuara si të falsifikuara. Gjithashtu, po nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në DVP Korçë, filloi procedimi penal në gjendje të lirë për të njëjtën veprën penale, shpërdorimi i detyrës ndaj shtetasve: DD 38 vjeç banues në Tiranë me detyrë drejtori i hetimit doganor në drejtorinë e përgjithshme të doganave, GT 58 vjeç dhe KG 26 vjeç, të 2 banues në Tiranë me detyrë specialist për hetimin doganor në të njëjtën drejtori. Procedimi penal ndaj tyre filloi pasi në datë 15/4/2025 rreth orës 22 janë njoftuar për rastin e falsifikimit të dokumentave të konstatuar në afërsi të PPK Kapshtitës nga shërbimet e kontrabandës. Pavarësisht marrjes së këtij vendimi, këta shtetas nuk kanë informuar prokurorin e gatshëm apo strukturat për hetimin e krimeve pranë DVP Korçë deri në orën 15 të datës 16/4/2025. Pas më shumë se 15 orësh, duke sjellë pasoja të rënda për hetimin e këtij rasti. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme hetimore.